Kam sjellë recetën e petullave të mbushura me kashkavall dhe suxhuk në një përgatitje shumë të shpejtë, bën shumë të shijshme, ideale për vikende. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në një hinë të madhe shtoj 200 ml me kos, mirëpo kosi duhet jetë në ambient dhome më së paku 2-3 orë. Dhe shtoj në një vezë. Unë jam duke përgatit me përmasa më të vogla, qofse doni të përgatitni me përmasa më të mëdha, vetëm se 2 fishoni ose 3 fishoni masat, dhe më mirë rrahi masën kështu në një tel kuzhinje. Kam rrahur mirë masën, ta shtoj mirë. Masat e millit nuk dihen asnjëherë pikse, duhet që të del një brum si llokumave. Ja shtoj një lugë të mesme me krip dhe një pluhur përpjekje. Tash masën direkt e punojna me dorë. Bëhet një brum sikur i llokumave, në atë trashësi duhet del. Vërtet përgatitja e këtyre petullave shumë e shpejtë, nuk ju merr shumë kohë dhe dalin shumë të shijshme. Për vikende ja vlen me provu. Keni kohë, jeni në për shtëpia, jeni në për puna, më lidhet gjithë familja, ja vlen me përgatit diçka të shijshme të shpejtë. Kështu e shtojnë gradualisht mirën dhe kontrollojnë trashësinë. Kam formuar brumin, është në një trashësi mesatare. Tash e nuk ndodhet brumi, e mbulojmë kështu. Dhe lojmë që brumi të pushoj dikon rreth 20-25 minuta, më të mira do dalin petullat nëse pushon brumi. Brumi ka pushu, ja largojmë folinën, najlonin, kaloj tavolinë punës, hedhim një tavolinë dhe kaloj brumin. Tash brumin e rrokollisim tek milli, hedhim një dhe rrokollisim. Punojmë kështu, derisa t'i bëhet në formë e lëmuar. Dhe brumin e ndajmë kështu në pjesë. Do e ndaj në 6 pjesë, mundohem se cilës pjesë jap masinë një. Tash marrim dhe rrokollisim secilën pjesë duke ia dhënë formën e një kulaçit. Hedhim miell sa herë që ka nevojë. Jap masinë e njëjtë të gjithave. Kam punuar gjithë kuleçët, tash marr kulaçin e parë sepse kanë pushu mjaftueshëm dhe filloj që të bëj hapjen. Hapjen e bëj me anë të shkopit, e hapi në një masi dikon rreth 20 cm. Masinë mund t'ja bëni sipas dëshirës, më të holla, më të trasha mvaret. Edhe pak do jetë mjaftueshëm. Kam hapë në masinë e dëshiruar, kjo masi besoj se është mjaftueshëm. Tash bëjmë mbushjen, hedhi në mes kashkavall të bërë në rende. Kashkavalli patjetër duhet jetë kashkavall qumshti. Më të mira do dalin petullat. Dhe i vendosim suxhuk, sallam, varet se çka dëshironi. Shumë nga 5 feta për një petull dhe jetë mjaftueshëm. Dhe pak kashkavall si për suxhukut.
Dhe tash bëjmë mbylljen, e mbyllim këtë mënyrë dhe marrim një piron dhe shtypim qofshët, që gjatë fërgimit mos dale mbushja e petullave jashtë. Nga gjitha anët kam bërë shtypjen e petullave, tash I vendosi në një tepsi kështu petullat, hepi pak miell në tepsi dhe petullat e mbushura I vendosi kështu në tepsi. Mënyrën e njëjtë vazhdoj tutje me gjithmonë petullat duke I hap dhe duke bërë mbushjen. Hedhim pak miell gjatë hapjes, nuk nevojitet miell shumë, vetëm pak. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Kam bërë mbushjen e petullave, tash marr një tigan dhe në të shtoj vaj. Vaj mund të shtoni sipas tiganit që e keni. Vaji është nxehur mjaftueshëm, tash I kaloj petullat në vaj. Temperatura është mesatare, se zguzon të jetë e lartë. Dhe në fillim I përgoj nga njëra anë dhe më pas I kthej nga ana tjetër që të skuqen ashtu si skuqen nga ana e parë. Petullat janë skuqur nga njëra anë, tash I kthej nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër mundohen I skuqin këtë mënyrë se ja këtë ngjyrë. Vërtet bëhen shumë të shijshme, ja vlen me provu këtë recetë. Petullat janë skuqur mirë nga të dy anët, tash I largoj nga vaji, kaloj në një pjatë ku kam vendosur pecetë kuzhine, një përdoryshe, ja thith vajin, kështu I largoj gjitha. Janë skuqur mjaftueshëm. Kanë dalë shumë të mira, kanë një aromë jashtëzakonisht mirë. Mënyrën e njëjtë vazhdojnë tutje me përgimin e gjithë petullave. Dhe këto I fërgojmë në fillim nga njëra anë dhe më pas I kthejmë nga ana tjetër. Dhe petullat janë gati për konsumim, kanë dalë shumë të mira, shkojnë shumë me çaj, me prodhim, me qumshtore, me ulli, konsumohen nxehta, ftofta, varet si doni ta ndajmë një dhe ta shihni se si ka dalë në mes. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Besoj se dhe shija ka për me qenë e mirë kështu sikurse dhe pamja. Gjithë ju motra që I përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirë mbeqi nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës, një vikend të mbarë.